Përshëndetje. Do flas sot për kostot. Siç keni parë, ndjekim radhën e temave siç e kemi në libër. Libra të ndryshëm e kanë ndryshëm, të ndryshme këtë radhë, këtë renditjen. Unë po ndjek atë që keni libër dhe kryesisht me materiale, bazuar në materiale që keni në libër. Normalisht librat e tjerë kanë gjëra më të tjera, shtohen shumë gjëra brenda, futen shumë gjëra. Por megjithëse nuk i keni, ju kam thënë edhe herë tjera që edhe në rastin kur unë i shtoj disa gjëra, këto nuk do t'i keni në prodhim sigurisht, që të mos ngatroheni. Pra, thjesht i them që të ketë një ide më të përgjithshme për atë që po bëjmë fjalë, për tematikën tonë. Edhe sot do të vijoj pak nga libri, por sigurisht ato nuk do të keni në prodhim. Sot flasim për kosto. Pra, kemë parasysh që kosto sa kushton prodhimi i një sasie të dhënë produkti, varet sigurisht nga ajo sasia. Do të thënë është funksion i q's. Q'ja është sasia, pra kosto është funksion i prodhimit. Sa më tepër të prodhosh, sa më tepër që sa më tepër produkte të prodhosh, aq më tepër kosto normalisht do të kesh. Nëse hapni librat e ndryshëm, ka lloje të ndryshme kostosh. Ka edhe tek libri jon keni një qerë lloje. Edhe shkoni aty, ke kosto monetare për shembull, që ka të bëjë me pagesat që bën, kosto në para. Ka kosto reale, sa realisht i kushton diçka prodhimi i diçkaje. Nuk është domosdoshmërisht kosto monetare apo pagesa që bën, po ke edhe kosto reale mbi individin, për shembull, ke mbi mundi që ai hedh, që ai shpenzon. Kosto oportune sigurisht për cilën kemi folur, kosto oportune është sa është ajo alternativa e humbur. Nëse vendoset të prodhoj ku diun për të prodhoj bukë, nuk bukë misri dhe jo bukë gruri, atëherë humbe koston e bukës së grurit, domethënë. Kjo është ajo, humba dhe që do vinte nga kosto e grurit, meqense vendoset të prodhoj këtë. Kemi kosto kontabël, që shikojnë ke libri këto, sa interesant shumë. Një diçka që doja po e shënoj këtu tabel, megjithëse nuk do ta përdorim. Thjesht po e shënoj sepse e konsideroj të rëndësishme kosto sociale dhe në lidhje me kosto private, ose kosto sociale private. Kosto sociale dhe kosto private. Çfarë është kosto private? Keni një firmë, prodhoni, paguani taksat. Siç i keni me ligj, paguani taksat. Kjo është kosto juaj private. Kosto sociale është ky aktivitet që ju bëni, megjithëse e keni paguar taksat që keni paguar, jeni në rregull me ligjin, nuk jeni kaq në rregull për sa i përket shoqërisë në përgjithësi, se ka një kosto ekstra të cilët ato kostot që ju paguani nuk llogariten. Ju jap një shembull, Anëmban, këtej në Tiranë, shkon betoniere. Pallate po ndodhen pa fund, gjitha qytetet sigurisht, po kryesisht në Tiranë po bëhet masakër, po bëhet nami. Çfarë bën ai ndërtuesi? Thotë më jap rregull, taksat i paguajmë bashki. Në rregull, jam shumë i drejtë me ligjin, paguaj çdo lloj takse që duhet. Mirë po, është kosto reale kjo? Reale e lidhin tani me shoqërinë. Neve që ecim rrugë, që nuk kemi ajër të pasur, por kemi vetëm pluhur, zhul, smog, çfarë do na bëjë? Kjo do na rëndojë shëndetit. Që do të thotë kosto sociale, pas 10-15 vitesh, kur shkon gjithë spital, do rëndohet shumë, do shtohet shumë. Pse? Sepse do dyndem një spitale, do rritet kostoja e spitaleve. Kjo është kosto sociale për gjithë shoqërinë. Kjo është pak shumë ide kosto sociale dhe kostos private. Të shikoj sigurisht me Tiranë të veçantë, me këtë masakër që bëhet territorit. Nuk merret fare parasysh kosto sociale, por më intereson kosto private. Sa taksat i paguan shtetit.
Ajo me cilën do merremi janë kostot kosto fikse, kosto variabël, kosto totale, sigurisht është nisëm me këto një herë, kosto fikse, kosto variabël, kosto totale. Kosto totale është barabartë me kosto fikse plus kosto variabël. Në libër e keni FC, fixed cost. Këtu e keni VC, variable cost, këtu e keni TC, total cost. Kështu e keni në libër, kështu zakonisht janë shumica e librave të kombëtar. Kosto fikse për prodhuar ju duhet për shembull vendi ku do prodhoni. Ai vendi ku do prodhoni është kosto fikse, ai fabrika për shembull. Janë kosto fikse këto. Kosto fikse në përgjithësi ndoshta nuk lidhen drejt për drejt me prodhimin, të paktën në afat shkurtër. Kosto variabël është punëtoria. Sa më tepër punëtor të përdorni, sa më tepër të prodhoni, aq më tepër punëtor do të aq më tepër materiale do të duhen, pra aq më tepër kosto variabël do keni, aq më tepër do rritën kostot që ndryshojnë pra në lidhje me sasinë. Sa ndryshon kosto fikse nuk ndryshon, shumë e fabrika aty do prodhoni. Do prodhoni më tepër, në fakt shkurtë them, do të prodhoni më tepër, thjesht do rrisni punëtorinë edhe nga materialet e para, pra do rritet kosto variabël që keni. Edhe kosto totale, nëse i shohin në grafik këto, gjëra duhet të jenë thjeshta, kosto fikse është edhe, këtu është qëja, këtu janë kostot. Kjo është FC-ja, fixed cost, kosto fikse me fjalë. Kosto variabël, që normalisht do të shkojë kështu. Edhe kosto totale, sigurisht po ti mbledhësh këto të dyja, normalisht do të dali kjo kështu. Para shumë të duhet jenë në një të sinkronizuara, është janë pëse shmiki këtu, para shumë shumë. Në qofse mbledhë këtë edhe këtë, do dali në këtë pikën këtu për shembull. Kjo është TC-ja, kjo është VC-ja, kjo është kosto variabël, kjo është kosto totale. Kjo, kosto fikse, plus këtë kosto këtu, normalisht duhet me japi këtë kosto. Gjithë në këtu mifja. Kjo është kosto... Këta e kosto. Njështë. Në të thjeshtrat, të shohim diçka tjetër, po shtoj këtu 4, po shtoj kosto mesatare. Edhe kjo do në duhet. Kosto mesatare, AC e keni. Kosto mesatare, AC average. Average është mesatare në analizë, average cost, AC. Si gjendet kjo është e barabartë, pra AC-ja është e barabartë me TC përmbi Q. Mesatarisht, kostot totale për njësi prodhimi. Pra mesatarisht u prodhuan kaq për njësi, kaq kosto në fjalë për mesatarisht kaq nga shkon në kjo kosto. Kjo është kjo do na duhet, kjo kosto mesatare në fjalë, do më thonë na duhet më tepër sa këto tjera. Gjithashtu në libër bëhet fjalë për mesataret e këtyre. Kosto mesatare totale, kosto mesatare average fixed cost, kosto mesatare totale. Më falni, kosto mesatare fikse. Kosto mesatare fikse fare thjesht e krahasojmë me qënë, me mesatarisht pra sa shkon kjo kosto fikse. Kosto ABC, VC përmbi Q, edhe total mesatarisht do kemi këto. Kosto fikse
gjejmë këto mesataret dhe nëse i mbledhim, këto sigurisht afët mesatarjes të na japin të njëjtën pageshumë rezultat siç do na jepshte edhe më parë. Pra, nëse mbledhim koston fikse mesatare plus koston variabël mesatare, do na japin koston totale mesatare. Okej, një koncept kosto më rëndësishme, le ta themi kështu, për neve është kosto marginale. Kosto marginale, MC marginal cost, që është e barabartë në ndryshimin e kosto që vjen si ndryshim në sasi. Me prodhim ekstra, një njësie si do ndryshoj kosto marginale. Në libër nuk e keni kështu, në libër e keni, këtë nuk e kanë vënë fare kolegët, nuk e kanë vënë sepse nuk kuptojnë që këtu është një padomani, por normalisht kështu do të jetë. Pra si e keni këtë kosto totale, këtu e keni dhe kosto totale, DTC, përmbi delta Q, ndryshimi në prodhim, në sasinë e prodhuar. Çfarë ndryshimi, pra sa do rritet kosto totale edhe që ndryshon kjo me një njësi. Në libër e keni vetëm këtë, që kjo është e barabartë, pra me norma do të ishte Q2 minus Q1 përmbi TC2 minus TC1. Po këtu këtë nuk e keni sepse këtu më domosdoshmëria nuk kuptohet që është një. Kjo është pak a shumë kosto marginale. Të shohim diçka interesante këtu te kjo kosto marginale, të cilën nuk e keni në libër, të shkush nuk do ta keni në prodhim. Por të kuptojmë diçka. Të kuptojmë diçka. Kosto marginale. Për të pra fat shkurtër. Në fat shkurtër nuk kostot fikse nuk para ndryshojnë. Një fabrikë aty do ndryshojë dy fabrika që ndryshojnë. Kapitali pra nuk ndryshon. Që do të thotë ndryshimet në kosto marginale, prodhimi i një njësie ekstra si do shkoj, si do rrisi koston, që do bëjt tek kosto, si do rritet koston, prodhimi një njësie ekstra. Kjo do të thotë, përderisa kapitalin e kemi fix, mos harroni për të shkurtër kapitali është fiks, vetëm punëtoria ndryshon, do të thotë pra kjo që duhet të lidhet me produktivitetin e punës, me produktin marginal të punës. Duhet pra që MC-ja të lidhet disi me MPL. MPL, produkti marginal i punës. Si do ta lidhim këtë? Dim që nëse shikoni tek ato të tjera, tek leksioni i përparshëm, MPL-ja është ndryshimi në prodhim që sjell ndryshimin e punëtor. Pra nëse shtojmë një punëtor ekstra, si do ndryshoj prodhimi, sa do rritet, si do shkoj prodhimi, sa do rritet në përgjithësi. Kjo është, duhet lidhim këto të dyja tani. Këto do lidhen nëpërmjet funksionit të kostos. Mos harroni që pa pranë kaloj që përderisa kosto për të prodhuar, përdorim kapital dhe punë, ajo që thamë pranë që kaloj, ishte që supozojmë që kapitalin e marrim me qera. Pra, ka shtasi e kapitalit shumëzim për R është ajo interesi paguim të kapitalit, supozojmë të gjë, në zonë e blejmë, thamë, në përgjithësi e blejmë, thamë, në firmat, kapitalin, mirë po, do supozojmë se e marrim me qera. Dhe qera paguat një interes, kjo është R-ja. Pra sasia që ke marrë shumëzim për interesin, plus L-ja, punëtorët sa punëtor ke, shumëzim për W është paga, wage. Në qoftë se
në libër e kishit ndryshe, thash. E kishit kapitalet çmimi i kapitalit dhe puna shumëzim për çmimin e punës. Po thjesht çmimi i kapitalit e bën R, çmimin e punës e bën me W, që është paga. Nëse marrim derivatën e kësaj, ndryshimin, edhe që kjo është fikse, kjo do na dalë 0. Pra e dim që në afat shkurtër kapitali nuk ndryshon, pra do jetë 0. Ndaj nëse marrim DC përmbi D, që kjo do na japi, po ta bëni tani, do japi këtë gjë, W përmbi shumëzim DL herë DC. Këtë do më falni, DC këtu. Këtë do na japi. DL përmbi DC, W shumëzim për DL mbi DC, kjo është e barabartë me çfarë? Shikoni këtu. DC përmbi DL, DL përmbi DC. Pra, MPL-ja mbrapsht. Pra është e barabartë me W shumëzim ose shumëzim 1 përmbi MPL ose me njëherë MPL. Çfarë tregon kjo? Që MC-ja, kosto marginale, është e barabartë me këtë. Kosto marginale e një njësie ekstra prodhimi. Me çfarë është e barabartë? Nga se varet nga paga e punëtorit, sa më tepër ta paguash një punëtor, aq më tepër kosto do kesh marginal për një ekstra. Shikoni kjo thyesa këtu rritet, nëse rritet kjo. Ose rritet nëse bie kjo. Pra kosto rritet nëse rritet paga e punëtorit, paguan shumë i punëtorët ke kosto marginale të lartë. Rritet gjithashtu në qoftë se bie produkti marginal i punës, është produktiviteti i punës. Në qoftë se ke një që rritet ditën pas herë, do rritet kosto marginale. Kosto marginale. Pikërisht, ndaj shumë thonë që nuk më paguash gjithë njerëzit njësoj, gjithë individët njësoj, futen e një firmë, paga është e njëjtë. Po unë që rri, gjithë ditë një paguam njësoj në atë që punon gjithë ditën, punon më mirë. Si do... Keni parasysh që kjo aplikohet kryesisht në vende liberale, siç Amerika për shembull, aty pagat nuk janë të dhëna, nuk janë njësoj midis individëve, bëjnë një të punë, varet nga shumë faktorë ndryshëm, kryesisht nga produktiviteti. Sa produktiv jenë, sa më produktiv ti jesh, aq më pak kosto marginale ka. Pra rritet kjo MPL-ja, bie kjo. Pra normalisht çfarë duan firmat e kanë me rregull thonë, ne të paguajmë paga të larta, por produktiviteti i punës është i lartë. Ti je i lartë produktiviteti i punës. Pra normalisht në Amerikë kryesisht, nuk po them jesh e saktë kjo apo jo, thjesht po them që si funksionon paga shumë logjika kryesisht në vende liberale, siç Amerika, sa do punosh aq do marrësh. Sa më tepër produktiv ti je, aq më tepër do të marrësh. Sigurisht në Shqipëri nuk funksionon kjo. Në Shqipëri, çuni pronari, goca pronari, apo ku diun kush, miku pronari që ndoshta nuk ja thekin fare, do marrin lek më tepër se atje që bëjnë gjithë punën. Okej, pak shumë këtë do të thoja, ky ishte devijimi për dalë kjo këtu me fjalë. E pam kostot në afat shkurtër. Tani ti shohim pak në periudha afat gjatë. Ç'ndodh në periudha afat gjatë. Jo, para se të kalojmë tek periudha afat gjatë, do shohim ta shohim pak më praktikisht. Të shohim të ndërlidhura në një tabelë të gjitha këto. Do ta ndaloj një moment dhe do të hapra. Supozojmë këtë tabelë këtu. Ajo që duhem të shohim është të gjejmë kostot e ndryshme. Kemi sasitë e prodhuara, Q-ja,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, shumë rrallë, sa prodhojmë. FC-ja kosto fikse, VC-ja kosto variabël, TC-ja kosto totale, AFC-ja average fixed cost, pra kosto fikse mesatare, AVC-ja është kosto variabël mesatare, dhe ADC-ja kosto totale mesatare. Kostot fikse janë njësoj, bëm 120. Kosto fikse nuk ndryshon, na pa shkurtë sigurisht. E kemi të kosto variabël ndryshojnë, sa më tepër rritet prodhimi, aq më tepër ndryshojnë. Do të kemi 100 fillimisht, pastaj 160, pastaj 210, 220, 300, 420, 600. Është tabela që keni tek libri, vetëm se këtu e kam ndryshuar pak këtë 300 e më poshtë kishit 400 ju duhet 400 e sa. Nuk e di, edhe thjesht ndryshova që të ketë pak më logjik. Nga këtu e poshtë ndryshojnë pak shifrat në fjalë, që të ndryshojnë edhe të tjerët. Kosto totale, kjo plus të 120. Ke produkti parë është 220, te produkti dytë 280, 120 plus 160 në një fjalë, 180, 330, 360, 420, 560, 720. Ishim blodë. Kosto mesatare fikse. Kjo pjesë për këtë. Këtu nuk gjendet sigurisht. Këtu është 220. Falë. 120. Këtu është 60. Kjo pjesë për këtë. Kjo pjesë për këtë. Këtu është 20. Këtu është 30. Sajtë 24, 20, dhe 15, se e bjeka. 15. Ja, 17. Pa, është 17. Oke, qëfar shumë nga sa kemi bërë këtu? Nga sa kemi bërë këtu ishtë kjo? Kostot fikse janë stabil, nuk ndryshojnë, sa do që të ndryshojnë prodhimi. Kemi një fabrik, kostot janë fikse, aty janë punëtorët, ata prodhojnë, nuk ndryshon fabrika, kostot fabrikës një qeraj do që të paguajmë, ose renta, ose interesi që thamë pak më parë. Kosto variabël ndryshon, sa më tepër të përdorësh, aq më tepër produkte duhet përdorësh, burime duhet përdorësh, qofshin këto punëtoria, qofshin materialet pare. Pra, ke prodhimi në fillimisht kur ke zero prodhim, nuk prodhon asgjë, pra kosto variabël nuk ke, kur do të fillosh të prodhosh, do kesh kosto variabël, që gradualisht rritet me shtimin e produkteve për prodhime, pra rritet prodhimi, rritet e kosto variabël, edhe kosto totale sigurisht të dyja kostot, gradualisht përderisa rritet kosto variabël do rritet e kosto totale. Kosto mesatare fikse. Kosto mesatare fikse, dhe do varet kosto mesatare e shohim me këndvështrimin e sa prodhuam, sa më tepër të prodhojmë. Kjo ideja e fikses që është bie sa më tepër prodhojmë, pse sepse ato produktet ekstra që prodhuam, në normalisht që i shitëm sigurisht, nuk kuptoj që i shitur, këto produkte çfarë bën që kostoja të bjerë për njësi. Pra sa më tepër prodhojmë, kjo kosto fikse aq më pak do të jetë. Do të bjerë, që të bjerë. Kosto mesatare tani. Mesatare, kjo është 100, 120 për 1, 120 për 2, kjo është 80, 70, 60, 80, 90, 100. Shpresoj të kemë sakta. Këtu pjorë sakt këto numra.
Ja, 80 nuk do jetë jo se... E këtu e shkojnë. Ok, kjo nuk do jetë 80, kjo do jetë 7-60 dhe kjo. 300 pjestim për 5-60. Kjo 24 i bie, supozojmë, 8, 7 dhe sa, po ne supozojmë 8. 60 pjestim për 7, harrova të ndryshoj këto, të dhënët. Pas ndryshova këtu, harrova të ndryshoj dhe aty. 60 pjestim për 7, se dhe bie kjo, ka 90 dhe këtu. Supozojmë në edhe sa dhe po, supozojmë se është në poshtë 90-ës, po 8 bësh njëtë, që ja do 85, që në zgjena presë djetore, thembi atë aty ku duhet dalë është njëtë. Ok, çfarë kemi gjithë dhe kostot mesatare e variabël, shohim të një koston totale mesatare totale. Mesatarisht pra, këtu dhe jenë 100 plus 20, 220, 120, 110, 90, 84, 100, 102. Ok. Çfarë po ndodh? Po ndodh kjo gjë. Kosto mesatare variabël gradualisht bie, pastaj fillon të rritet. Deri këtu bie, ka rënë. Ky produkti i 5 ka rënë tek produkti 4, te produkti 5 është njësoj me produktin 4, te produkti 6 e 7 fillon të rrit përsëri. Çfarë ndodh kjo? Si mund ta kuptojmë këtë gjë? Fash është e thjeshtë. Sa më tepër të shtosh prodhimin, të duhesh të punësosh më tepër individ, më tepër njerëz që produktiviteti i tyre do të bjerë, nuk do jetë i njëjtë, do të bjerë gradualisht, se shumë vetë punojnë në një vend, do ngatron me një tjetrin, kështu që fillimisht burimet janë alokohen në mënyrë ideale, prodhohet mirë, pastaj kur shtohet puna, shtohet punëtoria, atëherë këto do ngecen, do ngatrohen me një tjetrin. Mos harro hapësira është e vend, është e njëjtë, nuk ndryshon, nuk ka fabrikë tjetër, është fabrikë jemi në afat shkurtër. Pra në moment të fillit do rritet kosto mesatare variabël, njëjta gjë do ndodhi edhe me koston totale, sigurisht rrit kosto variabël, do rritet edhe kosto totale. Vjen pra, fillon e bie deri këtu, pastaj fillon e rritet përsëri deri këtu. Pastaj fillon e rritet përsëri. Mund të shtojmë te kjo tabela në libër nuk e keni, po e keni te një tabelë tjetër, para shumë me që e keni këtë. Mund të shtojmë dhe koston marginale. Kosto marginale. Sa do jetë kjo? Formulën e dini, bëjni vetë tani, nuk ka kuptim çfarë formulë kemi ta bën. Tu do jetë 100. Këtu do jetë 60, këtu do jetë 50, 30, 60, këtu që do nga dhite tash, prandaj ndryshova, duhet se kjo është 120, edhe kjo 180. Kosto totale, kjo minus këtë, për mbi këtë minus këtë, kjo është 100, kjo minus këtë për mbi këtë minus 1, kjo gjithmonë del 1, është 60, kjo minus këtë për këtë minus këtë, është 50, e kështu me radhë, e dalin këto. Pra shikoni që kosto marginale bie fillimisht, pastaj fillon rritet përsëri. Edhe kosto marginale, nuk e di a duket këtu apo jo, ndoshta nuk duket, e ndaj këtu. Kosto marginale 100, 60, 50, 30, mas 30-ës fillon e rritet përsëri. 60, 120, 180, fillon e rritet. Dhe kjo sigurisht ka logjikë. E dim sigurisht ta më parë tek fakti që produktiviteti i punës nuk është njëjtë, nuk është fillon e bie gradualisht. Le të shohim të gjitha këto tani në një grafik. Të shohim të gjitha në një grafik. Të kuptojmë se si shkojnë
Këto janë kostot. Këtu është çaja, prodhimi. Kosto mesatare totale thamë që binte pastaj grili. Binte pastaj fonte ngritej përsëri. Kosto mesatare fikse ishte gjithmonë në rënje. Kosto mesatare variabël nuk e pam të, po normalisht binte edhe pastaj rritet, po bie pastaj rritet përsëri. Dhe kosto marginale binte pastaj rritet. Kjo është MC-ja, kosto marginale, kjo është kosto totale mesatare, kjo është kosto variabël mesatare, kjo është kosto fikse mesatare. Kosto fikse mesatare fillon e bie. Normalisht kjo anë të C është me këtë plus këtë. Pra këto të dyja, këtë këtu me këtë. Po ta shtoj do dalë kjo këtu. Kjo është një diçka interesante. Kjo pika këtu. Shkoni çfarë po na thot. Kjo pika këtu ku takohet kosto marginale me kosto totale mesatare. Çfarë na thot? Mesatarisht pra prodhohet një sasi produkti. Kosto marginale çfarë na tregon? Kosto mesatare marginale na tregon ndryshimin në kosto si që vjen nga prodhimi i një njësie ekstra produkti. Kjo është kosto marginale. Pra, duke u lëvizur këtë me prodhimin e një njësie ekstra, me pas një njësie ekstra, me pas një njësie ekstra të prodhimit, kosto marginale bie, pastaj fillon të rritet. Rritet në të njëjtën kohë, edhe kosto totale mesatare bie. Aty ku pritet, aty ku pret kosto marginale, kurba e kosto marginale, aty ku takon kurbën e kostos totale mesatare, është pika ku kjo kosto këtu është në minimumin e saj. Kosto totale e mesatare është në minimumin e saj. Pra këtu nëse kjo është paralele, tangente është paralele me këtë vjen. Edhe pikërisht këtu e takon kjo kosto marginale. Keni parasysh pas çfarë po themi? Po themi që këtë gjë, që kosto marginale, një njësi ekstra e prodhuar kushton më pak se sa mesatare. Kushton më pak se kosto mesatare. Ndaj kosto mesatare do shkojë për poshtë. Nga këtu e tutje, një njësi ekstra e prodhuar kushton më tepër se sa mesatarja. Ndaj mesatarja do shkojë do vazhdoj prapë të dy lart. Do thotë prapë të shkojë lart. E tërheq pra kosto marginale, e tërheq lart edhe koston mesatare totale. Okej, sigurisht është optimale për sa i përket kostos mesatare totale, por jo domosdoshmërisht që tamam pika ku edhe do të prodhojmë. Ku do prodhojmë? Atu do shohim pas të shohim tani në afatgjat, çdo në afatgjat. Ndryshon disi këto. Grafiku ndryshon shumë. Në afatgjat, ajo që të shohim është kjo. Do marrim kosto mesatare totale. Në libër e keni LRATC. Duket long run ATC. Long run ATC. Long run average total cost. Pra në kosto totale mesatare në afatgjat. Tu kështu e keni në libër. Tani rregullova si këtë dritën. Okej, çfarë ndodh? Do të marrim një shembull. Afatgjat e kemi këtu.
afatgjatë e kuptonit tani, që do thotë kapitali nuk është më fiks, pa mund të ulet dhe të ngrihet, edhe lëja mund të ulet edhe mund të ngrihet. Lëviz hypën ose zero, në varësi të si duam ne ta bëjmë. Supozojmë tani se keni dy fabrika. Keni dy fabrika dhe prodhoni një produkt të tani. Çado qoftë ky produkt. Thamë që në fat shkurtër, kosto do shkonte kështu. Kosto totale mesatare. Kjo pika këtu ishte optimale, sepse te kjo pika këtu, supozojmë se pak prodhoni 500 njësi, keni dy fabrika keni këtu, që po punoni. Prodhoni këtu, te kjo pika këtu, edhe kjo është një çmimi dhe, supozojmë se, ose kosto, më falni, kjo është kosto. Kosto është, kjo është ATC-ja, kosto këtu është skudi 100, me një saltoj, nuk ka rëndësi. Funksiononi këtu, jeni te kjo pika këtu. Çfarë do thënë? Produat 500 njësi. Normal duhet të shisni. Por, bie kërkesa për këto njësi tuaj. Bie kërkesa për produktin tuaj. Ndaj, supozojmë se jeni ke 250 bie fjalë. Tani kërkon 250. 250, e dhënë që kjo është kurba e kostës tuaj mesatare, keni një pikë takimi tjetër, që është kjo këtu, pika këtu, ku çmimi supozojmë se është 120 bie fjalë. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që prodhoni më pak, por kosto totale mesatare është rritje, më tepër se sa kjo këtu. Atëherë çfarë do bëni? Keni dy fabrika. Prodhoni 500, pse mos ta shisni një fabrikë? Edhe të prodhoni sa duhet. Pse ta mbani kostot fikse të fabrikës tjetër? Ndaj që të bëni ta shisni fabrikën. Që si do ndryshoj kjo? Do ndryshoj fare thjesht kështu tani kjo grafiku. Te kjo pika këtu do arrit optimalja, sepse do jetë një kurb tjetër kostoje. Totale mesatare, që do jetë kjo këtu. Tani, ndryshoj. Shqipit dhe te, nuk keni më kosto fikse, i reduktuat kosto për të mbajtët atë sasi prodhimi që nevojiti. Këtë bët. Atëherë, tani, supozojmë tani se një produkt tjetër rritet më tepër, ose më mirë rritet përsëri shkoni këtu, e blini përsëri atë fabrikën jeni këtu, rritet përsëri tani, shkon bie fjala ke 750. Me këtë kurb të kostos mesatare totale, do të thotë që do të prodhojmë te kjo pika këtu. Apo, ja ku të rëmë. Do të thotë që do prodhojmë te ajo pika aty. Që do thotë, është më poshtë ideales, e prodhoni me kosto më të lartë, do të më 120 pra përsëri. E prodhoni përsëri këtë produkt, e prodhoni me kosto më të lartë. Çfarë do doni tani? Do doni sigurisht, përderisa i stresoni shumë të dy fabrika, të bëni një fabrikë tjetër. Në qoftë se pra këtu keni një fabrikë, këtu keni 3 fabrika. Mos harroni që janë afat gjatë, këja ndryshon dhe këja pikërisht për shpozojnë janë në fabrika. Pra ndryshon, blej një tjetër. Duke blej një tjetër çfarë bët, me njëherë kaloni një kurb tjetër kostoje totale mesatare, që edhe kjo është tu prodhohet realisht, nëse grafikisht nuk duket qartë, po e keni parasysh që kjo është pika më poshtë e kurbës.
Pra shihoni çfarë po ndodh. Po ndodh pra kjo gjë, që me rritjen e nevojave ne ndryshojmë faktorët e prodhimit, ndryshojmë, rrisim kapitalin, blejmë më tepër fabrika. Çfarë na mundson kjo? Na mundson të ulim koston totale mesatare. Prodhojmë pra në mënyrë më eficiente. Në qoftë se tani, të gjitha ato tre pikat, kjo pika këtu kishte A, T, C, njëshi po e drejtë. Kjo këtu A, T, C, dyshi, A, T, C, treshi. Në qoftë se 1, 2 dhe 3 shohin tendencën e tyre, nëse bashkojmë këto pikat optimale të këtyre, atëherë do shohim një grafik tjetër. Unë po e bëj të kuqen, por nuk e di a do duket aty apo jo. Kalojmë pak a shumë në fat gjatë, pra në qoftë se i bashkojmë do treja këto pika, nuk e di a duket apo jo, shpresoj të duket. Është në lomën e nafatgjat, kjo kurba e kostos totale mesatare, përse do shkojë dhe kjo si një buzëqeshje, do bjerë gradualisht, pastaj do fillojnë të rritet. Kjo është në logram, e keni edhe në libër këtë, sigurisht e keni të shpjeguar aty, por duket se shpjegimi im ishte çik më ndryshe me këto dy fabrikat e këto, që ndryshuan. Në rregull, këto përsa për kostot, do flasim pak për të ardhurat. Për të ardhurat, me shikë, të ardhurat, TR, e keni në libër, TR, total revenues, të ardhurat totale, që është e barabartë me çmimin, shumëtim për sasi, çmimi i shitet shumëtim për sasinë që shitëm. Mesatare, të ardhurat mesatare, të janë totale. Këto të ardhurat mesatare, AR, average revenue, A-ja është gjithmonë për average, është e barabartë me TR përmbi Q, sa prodhuam pra, sa të ardhurat kishim për sa njësi shitëm. Dhe marginale, MR, është e barabartë me delta në ndryshimin e të ardhurat totale që vjen nga prodhimi edhe shitja një sasie ekstra produkti. Këtë përse në libër në duket se nuk e keni, këtë përse supozohet që me sa duket, këtu është një, ndryshimi është me një njësi, pra nuk jem se e vëpër, për t'jenë të saktë duhet ta vend. Mesazhi barabartë fitimin e keni një P greke aty, e gjitha që s'ka kuptim të shumë. Të ardhurat totale minus kosto totale, të C, kjo jetë fitimin e firmës. Grafiku është, që i keni në libër, në qoftë se çmimi i shitjes është i dhënë, nuk ndryshon çmimi, atëherë normalisht duhet shohim kështu, të marrë të ardhurat marginale, janë të barabarta me të ardhurat AR, me të ardhurat mesatare, edhe kjo është barabarta e çmimit. Edhe çmimi fjalë është një. Me këto është e dhënë, fjalë nuk dyshon asgjë. Këtu është asia sigurisht, këtu janë këto, çmimi, MR, AR. Në qoftë se çmimi ndryshon, normalisht duhet shohim diçka të atillë. Çmimi ndryshon, treg, ndryshon dhe çmimi. Normalisht duhet shohim të grafiku tjetër, R-ja ashtu, kurse M marginal revenue, të ardhurat marginale është kjo këtu. Sasia nisim nga këtu. Okej, këtë pika këtu. Qëja. Këtë qëja. Për një sasi të dhënë
Të qës, sa janë të ardhura tona? Kaq, mesatare. Pra gjithë kjo pjesa këtu do jetë, gjithë ky kuadrat këtu do jenë të ardhurat. Çështja është tani sa do prodhojmë. Këtë në fakt nuk e keni në libër, kështu që më mirë po anashkaloj dhe unë, nuk po e lej, po në përgjithësi keni parasysh që do të prodhojmë, sa do prodhoj firma? Cila është qëllja që do të zgjedhë dhe prodhoj? Normalisht duhet që do të prodhoj firma, mund ta shohim, ndoshta e bëj leksion tjetër. MR-ja të jetë e barabartë me MC. Të ardhurat marginale të jenë të barabarta me kosto marginale. Cila janë të ardhurat marginale? Janë të ardhurat marginale. Sa rritën të ardhurat me shtimin e një njësie ekstra produkti. Por, shtimi i njësie ekstra produkti faret nga kosto që ka. Kosto marginale. Sa lëviz kosto edhe në që shtohet dhe i njësi e prodhuar. Normalisht pra, ja të shohim pra grafikisht, duhet që po e nis nga oferta dhe kërkesa, ky është çmimi tregut, kjo është asia që do tregu, në qoftë se, si që thamë dhe më parë, kostoja, marginale, MC-ja, është kështu, atëherë edhe në që çmimi nuk dyshon se të tregu e përcakton që nuk përcakton, edhe ose në faqë shkurë përse nuk dyshon, atëherë do të prodhojmë kaq, këtë jetë duket, kaq do të prodhojmë, sepse këtu takoj çmimi që në rastin tonë është MR, marginal revenues, MR-ja, e taktoj këtu MC. Pra këtu pika këtu, MR-ja është e barabartë me MC, te kjo pika këtu. Deri këtu do prodhojmë. Shikoj që do pas kësaj pike këtu. Në qoftë se vazhdojmë me prodhojmë, kostoja e një njësie ekstra që do prodhojmë, çfarë bën? Është më e madhe sa i që e shesim. Kohë prodhojmë, pra me kosto më të lartë sa e shesim. Sa na marrim. Kosto është më e lartë sa çmimi i shitjes. Me qoftë se çmimi i shitjes e barazojmë këtu me të ardhurat marginale. Pra të ardhurat marginale janë më pak se sa kosto e asaj njësie ekstra që prodhuam. Të ardhurat e asaj njësie ekstra që prodhuam janë negative. Pse? Sepse kosto e asaj njësie ekstra është më e madhe se sa si thonë, çmimi, le ta themi kështu. Pra do prodhojmë deri këtu ku MR-ja është barabartë me MC. Më pas më tutje nuk ka kuptim të prodhohet. Nëse këto ishte, ky ishte leksioni. Do flasim të hënën e ikshmet për pyetje që do keni. Shëndet mirë bashkë.